ngeli harta vetëm në jug, turp të ndani Shqipërinë në dysh. Një ndër veprat më të mëdha, më e vështira, rezultoi. Por dhe një nga më të konsiderueshme në kampanje financiare është rruga e Arbërit. Kjo shkon në jug apo shkon në veri. Rruga e Thethit, rruga që shkon në Vermosh, deri lart, që përshkon gjithë Malësinë e Madhe, është në jug apo është në veri. Rruga e Lurës, sipas teje, është në jug apo është në veri. Unë them që është në veri. Patjetër që në veri është dhe rruga e Kombit. Rruga Shëngjin-Velipoj është në jug apo është në veri. Dhe nëse ke parë planin aty, ka dhe të tjera projekte në veri, por infrastrukturë në veri. Hekurudha, Durrës, Shkodër, Gjakov, Prishtinë, shkon për në jug apo shkon për në veri. Po rruga Thuman, Milot, Baldren, Muriqan, se ka shumë segmente të tjera që janë investuar në veriun e Shqipërisë, që ishte cop-cop. Rruga e Komanit është në jug apo është në veri. Që shpalos një tjetër pjesë të jashtëzakonshme në gjepse të Shqipërisë. Po rruga e Dukaqinit e Lesë është në jug apo është në veri. Do të vazhdoj akoma. Mund të mbaj këtu edhe një orë tjetër. Të siguroj, me segmente më të vogla, por do me thënë se të gjitha në veriun e Shqipërisë. Kështu që këto dëngla me verije me jug mos mi tregoni mua i dashur, sepse unë edhe në gjatë jam edhe nga veriu dhe nga jug.